Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë projekt të bukur të Ramazanit. Sot për ne shoqëron do të na tregoj çka do të na mungojë nga Ramazani dhe si do ta festojmë Fitr Bajramin. Falenderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu xhaleshanuhu, ndërsa selamet dhe salavatet qofshin mbi Muhamedin alayhis salam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që e pasuan rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazani ka qenë një muaj shumë i bukur dhe i bekuar për të gjithë ne. Do të na mungojë iftarët e përbashkëta me familjen, lutjet dhe dhikri, qetësia në shpirtërore dhe të gjithë momentet kur përpiqeshim të ishim më të mirë dhe të ndihmojmë të tjerët. Por edhe pse Ramazani po përfundon, ne mund t'i mbajmë vlerat e tij gjatë gjithë vitit. Duhet të vazhdojmë të falim namaz, të lutemi, të ndihmojmë njerëzit në nevojë dhe të sillemi mirë me prindërit, shokët dhe të moshuarit. Kur vjen Bajrami, kjo është në ditë gëzimi, në Bajram, falemi dhe falenderojmë Allahun për agjërimin dhe lutjet e Ramazanit. Vizitojmë familjen, gjyshërit dhe miqt, për t'i dhënë dashuri dhe buzëqeshje. Ndajmë ushqim dhe dhurata me atë që nuk kanë, për të treguar mirësinë që mësuam gjatë Ramazanit. Themi me gëzim, gëzuar Bajramin. Allahu na i pranoft veprat tona. Falenderojmë Zënsan për këtë këshill shumë të bukur. Allahu ua pranoft agjërimin dhe ju shpërblet për çdo gjë të mirë.